shembull, lindën dhe u ritën si binjak të përjetshëm besa dhe burëria shqiptare, nderi edhe krenaria mërësore. Këtu flet historia me tërë madhështinë e saj. E çdo këllëmbi kësaj toke është mbuluar me ngjarje, me emra, me trimëri, me këngë. Në këtë lindina do të mblidheshin sa e sa herë kuvendet e maleve, do të lidhej besa e madhe edhe do të organizohej qendresa heroike malsorve. Banorët këtu e quajnë veten Denjan. Me këtë emër janë ndjer krenar në shekuj, po aq krenar janë edhe sot për Dardhën, kudo që janë dhe nga do që shkojnë. Dardha me 9 fshatrat e saj, Zaldardhën, Lashkizën, Tartët, Merskanët, Nezhët, Soricën, Shënleshët, Meneshët dhe Lugjet, ishte një prej 9 maleve të Dibrës, që shkruan faqet më të lavdishme të historisë së kësaj treve me emër. Prej këtej do të niste shekuj më parë qendresa anti-osmane. Në kujtesën popullore janë ruajtur aktet e trimërisë Dibrane, që ka qenë pjesë në betejat legjendare të Skënderbeut. Kjo do të vazhdonte në luftën e Gjoricës kundër fushatës ndëshkuese të Hajredin Pashës. Dernjanët përsëri treguan shembuj të rrallë heroizmi dhe trimërie, që do të përjetësohej vite më pas aq bukur nga rapsodi i njohur Biri i Dardhës, Aziz Ndreo. Epope Lavdije u shkruan edhe në betejat kundër pushtimit serb në 10 vjeçarin e parë dhe të dytë të shekullit të 20. Malsorët e këtyre anëve, të dhequr nga patrioti i madh Lezi Sufi, treguan shembuj të shkëlqyer trimërie. Me thirrjen Abes Abes edhe Bini o trajma bini, gjëmuan këto lugina për vite me radhë. Në traditën e zonës, gjithçka rregullohej në kuvendet e burrave. Kjo do të kulmonte me vitin 1921, ku kuvendi i Dardhës, apo siç njihet ndryshe kuvendi i burrave të Dheut, formuloi 13 paragrafe të një kanonorje, e cila rregullonte kodet për jetën ekonomike dhe shoqërore. Kjo traditë jeton dhe është e pashlyer edhe sot. Pasuria etnografike këtu spikat me tërë madhështinë e saj. Kullat, veshjet dhe kostumet, veglat bujqësore dhe ata të jetës përditshme janë materializimi i kësaj pasurie shpirtërore. Po kaq të bukura dhe të vyera sa vlerat e natyrës edhe ata të jetesës, ishin edhe ata të dasmës dermiane. Ajo mbushej plot merite, me këngë edhe valle origjinale. Në dasmën e këtyre anëve, bashkë me gëzimin, shprehet e gjithë madhështia dhe bukuria e jetës. Gjithçka shkrihej mrekullisht në valle. Po ashtu, këto kulla dhe lëndina u kanë dhënë jetë legjendave, riteve, këngëve dhe valleve plot lirizëm të ditës së verës edhe të festave pagane të natyrës të kësaj skene të madhe
ku luhet. Rreth 60 vjet më parë, mbi këtë shtrat të hishëm të natyrës, në këtë mjedis me tradita dhe virtyte të çmuara, do të niste jetën grupi folklorik i Dardhës. Kohët e reja po krijonin mundësinë e një veprimtarie artistike të organizuar, që nga qershori vitit 1949, që shënon edhe fillimin e tij e deri në ditët e sotme, grupi do të rritej edhe fitonte emër. Ai do të ishte protagonisti i çdo festivali folklorik. E nga gjiri i tij do të dilnin artist virtuoz të këngës dhe të valles, instrumentist të talentuar edhe krijues të vargjeve dhe të melodive, të gjitha të veshura me ato kostumet manitse, plot ngjyra dhe motive të rralla. Grupi artistik i Zaldardhës u kriju për të parë herë në vitin 1949. 4 ishin 9 vjeç, 2 ishin 6 vjeç, kështu 8 vjeç. Dhe mas i marrishim mësimet, në marrën 4 orë të mësimit, mas dite shkryshim në shtëpia i Qazim Selim Qerbes. Ai na përgatiste, ishte instrumentist me qefteli, edhe na përgatiste gjatë masditje. Dhe me 10 qershor të 49-ës, në mënë kemi shku për të parë herë në Peshkopi dhe kemi dhanë shfaqje. Antarët e grupit ishin unë, Ysen Ndreu, Sali Qerpja, More Ndreu, Malis Sula, Dostarama Sulshira. Kjo bërtham ishte baza e cila krijoi mundësinë për një organizim të ri. 2 vite më pas, ngrihet Shtëpia e Kulturës e Zaldardhës. Kishte ardhur koha për të. Artistët dernjan kishin se çfarë t'i thonin publikut. Bardhësit e folklorit të Dardhës po niseshin drejt skenave artistike. Në qershor të vitit 1956 u caktova përgjegjësi i Shtëpisë Kulturës në Zaldardhë. Me interesimin direkt të Aziz Ndreut dhe me kërkesën e tij, u emërova Komiteti Ekzekutiv me Zaldardhë. Probleme në Zaldardhë ishte lokali në atë kohë. Po prapë në kujdesin e Azizit, u gjet një dhoma të emin ndërtes të policisë nga anë e pasme, 5-6 isha ajo dhoma, dhe anë ka funi kishe një formë si formë podiumi, dhe më thënë që formë skene duki. Mjaftë e përshtatshme për në të kohë. Për të parën herë në Zaldardhë, dhe më thënë erdhën vegla muzikare që nuk kishe pa krahina, fisharmonika për shembull, gramafoni, mandolina, violina. Kjo shtëpi kulture, që vite më pas do të bëjë një qendër e rëndësishme e grumbullimit edhe e kultivimit të vlerave artistike të kësaj treve, nuk e pati të vështirë që në nisje të saj. Tradita e kishte zgjidhur më së miri mundësinë e funksionimit normal të saj. Ekzistonte një bërtham në Zaldardhë e grupit, domethënë të vjetër që ishin ata, që këndonin, që vallëzonin, që me një fjalë e kishin në zemër. Të tillë domethënë kanë qenë një rreth parë ishte Aziz Ndreu, ishte sekretari i lokalitetit. Ishte Qazim Selimi, krijuesi atij grupit të 29-ës, me atë qetelinë e tij të famshme. Ishte ndonë Shaqir Shira, ishte Sadin Cani, ishte Shabon Sula, Gjemal Kata, ishte Isuf Topuzi, e të tjerë. Shtëpia e Kulturës e Zaldardhës shërbeu ndër vite. Ajo nuk ishte thjesht vatër argëtimi. Aty mbin dhe u poqën talentet. Aty vlonte jeta artistike dhe gjallëronte zëri i folklorit. Por kjo nuk do të thotë as pak se fillimi nuk kishte peripecit e veta. Madje, vështërsitë janë treguesi i asaj situate në cilën kishte nisur kjo fole artistike. Nuk ka asnjë veprimtari artistike në këto 6 dekada ku të mos jetë ndjerë e përfaqësuar Zaldardha. Grupi folklorik i Dardhës, veç sukseseve në skenat shqiptare, do të shpaloste edhe në sytë e botës artin e një populli që pak njihej në skenat e Europës. E më gjerë, ky grup do tregonte me aktivitetin e tij se arti nuk njeh kufinj. Në fund në 56 sa kisha shku une, erdhi një material nga Ministria e Arsimit që caktonte Zaldardhën për të shkuar në Moskë në festivalin ndërkombëtar të rinisë që bëhej në gusht të vitit 1957. Grupi në Moskë u paraqit jashtëzakonisht mirë. Shfaqjet e tij, domethënë, lanë në atje. Edhe grupi të rive bashkë me një grup
Ai ka stërpojës mund çmimin e ditë ndërkombëtar. Nuk ka qenë i rastit fakti që grupi folklorik i Dardhës nxori nga gjiri i tij mbi 300 artistë amator. I ka bashkuar ata aty, në skenë, talenti, dashuria edhe trashëgimia e vyer, e cila buronte nga thellësia e shekujve. Nga ky djep artistësh kishte lindur talenti rrallë i Muharrem Xhedikut, një prej kompozitorëve më të shquar. Prej këndej do të vinte artisti i merituar Aziz Ndreu, zëri dhe këmba e të cilit do të shkelte skenat e botës. Bartësit e spikatur të kësaj tradite i kujtojnë me mall ato vite të ndritura për folklorin e kësaj treve. Jam shumë nderuar nga radhë parë që vin nga një zonë e tillë me tradita kulturore artistike. Jeta artistike në Zaldar ka qenë vazhdimisht e gjallë. Për ne, për brezin tim, nuk ka qenë aq e vështirë, pasi ne kishim modele. Një ndër modelet të këngës ka qenë Aziz Ndreu, që edhe sot e kësaj dite mundohem të nxjerr sa më shumë prej tij. Atje kanë dalë shumë element, me të cilët është krenuar edhe libra me artistët e Dardhës. Një ndër këto kam qenë edhe unë. Zonë Dardhë, ku të futesh pa një kombëtar nuk di që ose pa një valltar, është vetë vendi. Ne kemi qenë grupi më i mirë i folklorit të veri. Folklori që ngjizej në këto rrugë dhe në këto lëndina, mbushur me akte trimërie dhe heroizmi, ku lëvrinte një lirizëm i rrallë, ku nuk mungonin lotët e halleve edhe të brengave, ku rëndonte malli i kurbetit. Plag që dhemb në kohrat vjetra e të reja, do të shkëlqente në skena festivalesh. Liri Rasha do të këndonte me shpirt këtyre dhimbjeve. Sherif Dervishi do të materializonte këtë së bashku me melodin e fyellit edhe me telat e çiftelis. Saje Poleshi do të bashkonte me zogjt e malit zërin e saj, plot dinjitet artistik, e prej këtej niste kumbimi i zërit e pik të Qerim Sulës edhe të Shaban Mziut.